Nga Brukseli, Augustin Palokaj. Vullnet Bukashku nga KDI është me ne në studio për diskutuar për vendimin e një dite më parë të gjykatës kushtetuese dhe mënyrën se si mund të konsultohet kuvendi tani pas këtij gjykimi, por edhe kur ta shohim pas gjykimin e plotë të publikuar. Atëherë Vullnet, mirë mbrëma dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Vullnet, para se të flasim për vendimin e djeshëm të gjykatës kushtetuese, fillimisht si ke parë reagimet. Ende nuk kemi parë reagimet qëndrimet zyrtare të partive, kemi parë disa deklarime, por qëndrimet zyrtare të partive nuk kemi parë derisa shefi i Zyrës Bashkimit Evropian sot kërkoj që të kemi edhe institucione, edhe kuvend, edhe qeveri. Apo mund të themi që ka mund të presim një reflektim deri më tani ajo? Duke që zyrtarisht subjektet politike parlamentare ende s'kan bajt në ndonjë qëndrim, ose ende nuk kanë shpërfaqur qoftë me ndonjë reagim ose komunikat. Unë më vlerësoj që mbasi janë duke pritur arsyetimin e plotë të gjykimit gjykatës kushtetuese, ose me mirë të themi mbasi po presin vendimin e plotë që të publikohet në gazetë zyrtare dhe në webfaqen e gjykatës kushtetuese, dhe besoj që mbi bazën e arsyetimit që jep gjykata do ta kemi më të qartë edhe ne si shoqëri civile, por edhe mediat edhe publiku në tërësi, se çfarë do të jetë ecuria e më të tjeshme e çështjes së zgjedhjes së nënkryetarit të komunitetit serb. Mirë po, megjithatë, edhe kërkesat e Bashkimit Evropian, e përfaqësuesit të BE-s, por edhe kërkesat e miqve tjerë ndërkombëtar të Kosovës, po besoj që edhe tonave të shoqërisë civile, por edhe të popullit të Kosovës, unë besoj, janë që këta deputet, këta përfaqësues tonë ta konstituojnë sa më shpejt kuvendin dhe rrjedhimisht edhe ta krijojnë një qeveri, sepse ju e dini që ne kemi votuar në zgjedhjet e datës 9 shkurt për të zgjedhurit tanë, të cilët duhet të na ofrojnë institucione funksionale dhe kredibile, të cilat e kryejnë detyrën dhe shërbimin e tyre kështu neve. Po, dhe si do të kuptuar Vullnet vendimin e djeshëm të gjykatës paktën për atë njoftimin që e ka bërë? A e ka trasuar mjaftueshëm rrugën që zgjidhet tani kjo blokadë, apo përsëri mund të hyjmë në një blokadë tjetër? Rikonim parim, nëse e vrejni, gjykata kushtetuese në një njoftim që publikoi dje, sharoj që ky njoftim është përgatitur nga sekretariati i gjykatës sa për informat, themi ashtu, si një falloj njoftimi informativ për publikun dhe mediat. Dhe ky njoftim e ka të qartë vetëm një situatë. Dhe ajo është që kuvendi nuk konsiderohet i konstituum pa zgjedhur ose pa u zgjedhur në tërësi nënkryetarët e kuvendit, qofshin ata të shumicës shqiptare, qofshin edhe nënkryetarët e komuniteteve jo shumicë. E në rastin konkret, ne kemi mbetur pa zgjedhur nënkryetarin që përfaqëson komunitetin serb në kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe gjykata kushtetuese nuk ka kriju diçka të re, thjesht është një standard që e ka ndërtuar që nga viti 2014 dhe vazhdimisht na ka interpretuar faktin që kuvendi konsiderohet i konstituum kur zgjedhet kryetari dhe të gjithë nënkryetarët e kuvendit. Pra, sipas gjykatës, në aktgjykimet e mëparshme ka sqaruar që fryma e kushtetutës, fryma e rregullorës punës së kuvendit, për qëllimet e aktit të konstituimit, ka interpretuar faktin që ky institucion konsiderohet i konstituar vetëm kur të gjithë përfaqësuesit që duhet të jenë pjesë e kryesisë, pra kryetari dhe të gjithë nënkryetarët duhet të zgjedhen në atë mënyrë që të konsiderohet që ky organ është i konstituar. Dhe sipas këtij njoftimi, deri më tani nuk kemi kuvend konstituar dhe pritet që në të ardhmen, kurdo që hyjë në fuqi ky aktgjykim, të caktohet seanca e radhës e vazhdimit të konstituimit dhe të vazhdohet me procedura siç i përcakton gjykata në arsyetimin e plotë të këtij vendimi. Krahas kësaj, në njoftim gjykata sqaroi që vazhdon masat e përkohshme deri në hyrjen në fuqi të këtij aktgjykimi dhe streti që jep një afat 12 ditor, pra ka llogaritur afatin nga vendimi i parafundit, themi ashtu, dhe deputetëve ju bën qartë që keni edhe kohë 12 ditë që pas hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi ta përmbushni detyrimin kushtetues për ta konstituuar kuvendin në përputhje me rendin kushtetues të Kosovës, dispozitat e kushtetutës dhe rregullorës së punës. Po, dhe duke parë këtë njoftimin e gjykatës, e cila thotë duke u referuar kushtetutës dhe rregullorës, thotë që duhet të votohet edhe nënkryetari i komunitetit serb. Cila është procedura tani që duhet rikthehet apo çka mund të presim nga publiku? Kjo është çështje diskutabile tani. Pra, unë besoj që në aktgjykim, gjykata kushtetuese të paktën duhet të jetë më e qartë në arsyetim të këtij aktgjykimi dhe duhet të jetë më koncize sa i përket procesit të më të tjeshëm. Pse? Sepse janë dy mundësi që mund të ndodhin, unë po parashikoj ose them ashtu po supozoj se çfarë mund të krijoj në arsyetim gjykata kushtetuese. E para, ose mund konstatoj që
procesi i zgjedhjes së nënkretarëve nga radhët e komunitetit jo shumicë ka shkuar sipas procedurës së deri tanishme parlamentare, sipas rregullave të deri tanishme, ose nuk ka shkuar në përputhje të ngjashme sikurse është proceduar me zgjedhjen e 3 nënkretarëve shqiptar. Sepse unë mendoj që ka pasur një fallëj standardi të dyfisht që ka ndjekur kryetari i kuvendit me rastin e aplikimit të procedurës për zgjedhjen e nënkretarëve. Pra, ne nëse kemi votuar në pako për 3 nënkretarët e komuniteteve ose të 3 partive më të mëdha shqiptare, unë besoj që do duhet vazhdonim në pako edhe për 2 nënkretarët që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë këtë rast. Dhe situata tjetër që mund të sarojë gjykata kushtetuese ose mund të arsyetoj ose mund ta legjitimoj faktin që krejt e curia deri tanishme e procedurës së ndjekur për zgjedhjen e 3 nënkretarëve shqiptar dhe të zgjedhjes së zonjës Emilia Rexhepi si nënkretare e komunitetit që përfaqëson komunitetet e tjera jo shumicë është në rregull dhe kërkon nga deputetët që brenda këtyre 12 ditëve të vazhdohet procedura me votimin e kandidatit të propozuar nga radhët e komunitetit serb në kuvend për të konsideruar që kuvendi është i konstituar. Me një farë forme, unë besoj që gjykata në të 2 variantet ka me, ose e konstaton, e arsyeton faktin se pse kuvendi nuk është i konstituum dhe pse duhet patjetër me u zgjedhë edhe nënkryetari i 5 në këtë rast, që të konsiderohet që ky kuvend është legjitim, legal dhe i konstituar për qëllimet e funksionimit të tij. Me rastin e publikimit ose a është dashur me rastin e këtij vendimi ta marrë parasysh edhe situatën aktuale politike apo thjesht kushtetuesja kur merr vendime duhet vetëm të bazohet në bazën ligjore që e ka Kosova? Absolutisht kushtetuta nuk duhet të interferohet nga asnjë rrethon politike apo edhe shoqërore që ndodh në vend. Marrë parasysh se ka një blokadë institucionale që na nuk arrin të zgjidhet. Gjykata kushtetuese sipas kushtetutës në 112 ka për mandat të jetë ose ta interpretojë në mënyrë finale dispozitat e Kushtetutës Republikës së Kosovës. Pra, nëse dikush ka ndonjë kontestim të ndonjë procedure ose procesi kushtetues dhe dyshon se nuk është përputhje me këtë kushtetutë, atëherë gjykata është autoriteti i fundit final që jep zgjidhjen përfundimtare dhe tregon se çfarë thot kushtetuta. Ka autorë të së drejtës kushtetuese të cilët kështu në mënyrë të shkurt e shpjegojnë vetë esencën e interpretimit kushtetues. Dhe shumica thonë që interpretimi ose kushtetuta është ajo se çfarë thot gjykata kushtetuese. Dhe aty i minohet pikë çështës së asaj se çka nënkupton një normë ose edhe kushtetuta në tërësi. Në rastin konkret, unë çka mendoj është se gjykata ka mundur që në këtë pjesën e dispozitivit të paktën të jap një sharem edhe të procesit të më tutjetshëm sa i përket procedurës së zgjedhjes së nënkryetarit të komitetit. Për të mos lënë pas qartësi të pakën këtyre ditëve, apo jo? Absolutisht. Që mos më lënë edhe hapësirë edhe diskutim, por edhe një farë lloj paqartësie juridike që palët mund të kenë tash të mes veti, ose edhe mund të nxjisë një farë lloj dyshimi mbi atë se çfarë do të jetë ecuria më të tjeshme e këtij procesi. Mbase ata do të presin edhe publikimin e plot të arsyetimit, por unë sa po vrej në këtë njoftim, këtu thuhet që ky dokument, ky njoftim është vetëm për qëllime të informimit dhe lën mundësi gjykata këtu që në të ardhmen gjatë përgatitjes së aktgjykimit të plot ta plotësoj qoftë në aspektin teknik, por qoftë edhe në aspekte të tjera aktgjykimin e plot të gjykatës dhe nuk e përjashtoj mundësinë që në momentin kur publikohet aktgjykimi në këto pjesë të dispozitivave të jetë ose të shtohet edhe ajo pjesa kryesore që si ecet më tutje te pjesa e procedurës së zgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e komunitetit. Pra thua vëlla që pas këtij afati 12 dhjetor gjykata duhet ta sqarojë në mënyrë eksplicite se çka ndodh apo jo? Apo është e qartë? Shikoni, kërkesa e parastruar nga subjekti parlamentar i listës serbe ka qenë pikëpari që kuvendi s'mund konsiderohet i konstituuar pa u zgjeruar edhe anëtari jon. E dyta, ata kanë kontestuar procedurën e ndarjes së votimit. Pra ata kanë lësuar që deri me tani gjithmonë kjo procedurë është zbatuar në votim në pako dhe kanë konsideruar që ky votim kësaj here, pra në këtë situatë është në kundërshtim me kushtetutën dhe treti ata kanë kontestuar edhe procedurën e shortit. Pra janë 3 elemente që i ka kërkesa e parastruar nga ana e subjektit parlamentar lista serbe dhe në këto 3 elemente, pra janë 3 çështje, 3 pyetje që i kanë ndërkuar këta dhe besoj që gjykata në arsyetim të vendimit duhet me dhënë sqarime të 3 çështjeve. Pra, a ka qenë në rregull ndarja e procedurës së votimit, a ka qenë në rregull procesi i shortit i aplikuar nga ana e kryetarit të konventit dhe rrjedhimisht a ka qenë edhe në rregull mënyra e propozimit të kandidaturave për nënkryetarit të konventit. Sepse në nenin 67 paragrafi 4 të Kushtetutës dhe në nenin 12 paragrafi 6.1 e rregullorës punës së Kuvendit të Kosovës dhe gjithmonë edhe sipas praktikës së deri tanishme parlamentare, subjekti i parë që ka propozuar kandidaturën për nënkryetarit të Kuvendit nga radhë e komunitetit ka qenë partia që të përfaqëson komunitetin serb dhe më pastaj ju ka dhënë mundësia që të kalohet partisë së dytë, në këtë rast të komunitetet të tjera i shumicë. Në rastin e tanishëm, kryetari i Kuvendit e ka ndruar procedurën
e parashtrimit të propozimit. Ju kujtohet besoj seanca, kur spari zotëri Elber Krasniqi ka dhënë propozim për kandidaturat që duhet jenë dhe që përfaqësojnë në kryesinë e kuvendit antarët e komuniteteve të tjera jo shumis, dhe më pastaj ka marrë fjalën zoti Rashic, ju kujtohet pjesa kur ai merr dhe tazëm u vetë nominua pak a shumë, kështu si kandidat që mund të jetë i përfshim në çështje të kryesisë kuvendit, dhe streti pastaj në fund e la procedurën e zgjedhjes së antarit të komunitetit që përfaqëson komunitetin serb. Tash në diskutime tjera është bërë me qëllim, apo është bërë me qëllim që mos më leju që dikush i listës serbe të përfaqësohet në kuvendin e Kosovës, ajo është çështje tjetër. Por për hiç shikuesve duhet me sqaru një fakt edhe një element shumë rëndësishëm që besoj që edhe është diskutuar edhe kohëve të fundit. Çështja e propozimit të kandidatit që përfaqëson komunitetin serb është çështje që tashmë është rregulluar në mënyrë të qartë në rregullorin e punës së kuvendit të Kosovës. Dhe rregulloria në këtë dispozit, pra në dispozitin e nenit të 12.6, paragrafi 6 faktikisht, e shpjegon qartë që propozimi duhet vijej me shkrim nga shumica e deputetëve që përfaqësojnë atë komunitet. Dhe rrjedhë me shumicë e deputetëve sot në kuvendin e Kosovës që përfaqëson komunitetin serb, na pëlqeu apo s'na pëlqeu, është subjekti parlamentar i listës serbe dhe sa i përket të drejtës të propozimit, unë vlerësoj dhe besoj që edhe gjykata do ta sqaroj në arsyetim të vendimit që i takon listës serbe që të jap propozimin për Pra nuk është shpjetur vendim ndryshe sa i përket kësaj pike dhe kësaj kërkese, apo jo? Unë mendoj që jo, për shkak se çështjet kanë qenë të ditura, çështjet kanë qenë edhe të themi të qarta për ata që i njohin pak këto rregulla edhe kushtetuese edhe parlamentare. Megjithatë mirë që shkoi një rast në gjykatë kushtetuese u rilegjitimua fakti i asaj që kuvendi kur të nëse nuk e zgjedh një nënkryetar nuk është i konstituar, sepse e kemi thënë vazhdimisht edhe gjykata ka sqaruar shumë herë. Megjithatë vullnet, a është dhënë një armë në dorë kësaj radhe listës serbe, a mund ta mbaj peng kuvendin, konstruimin e kuvendit me mos propozimin për shembull ashtu siç është diskutuar sot e dje? Shikoni, që kjo rregullore, që është plotsuar diku në vitin 2022 apo 2023, është shkruar një amandament tjetër këto, është plotsuar me një paragraf tjetër, e përcakton mundësinë që në rast se bilem kujtohet kur është shtu paragrafi 7 i nenit 12, është përcaktuar mundësia që në rast se ndonjëra nga partitë e komuniteteve jo shumicë heziton me propozuar kandidat, ose nuk merr pjesë, ose nuk thjesht nuk të propozon, siç po e bëjnë edhe me pyetjen, atëherë lihet mundësia që të shkohet me short. Pra, vetmja mundësi që mund të ketë hapësirë, të themi ashtu të bllokimit, hajde ta thojmë, është fakti që shorti, sipas rregullores punës, shorti mund zhvillohet vetëm nëse ata janë prezencë në kuvend. Sepse shorti është menduar në kuptimin që nëse s'ka konsenzus, pra ta zëm, janë dy parti me vota të barabarta të komunitetit serb në kuvendin e Kosovës. Kujt mi jallon të drejtën e parë që të propozoj kandidati për në kuvendit. Dhe ideja u konë që nëse s'kan këta konsenzus mes veti, atëherë shkohet me procedurën e shortit, por procesi i shortit duhet të zhvillohet në prezencën atij komuniteti. Pra ka një mundësi të blokadës apo jo? Po, antari i cilit pritet të zgjedhet nënkryetar i kuvendit. Por pyetja është çka nëse këta dalin nga salla. Po, mund dalin. Sepse edhe në rast se nuk propozojnë, atëherë ata do të lëshojnë sallën apo jo? Ata dhe me siguri e shojnë sallën dhe ti s'mundesh me aplikuar procedurën e shortit sepse si ki ata prezent. Dhe kjo është pastaj fakt tjetër. Dhe kjo pastaj unë besoj që lën një hapësirë tjetër për ta interpretuar në gjykatë kushtetuese. Mund kemi një mundësi tjetër për shkuar në gjykatë kushtetuese. Ka mundësi që gjykata mund të thotë që nëse tentohet 2-3 herë që ky komunitet nuk do me propozu, nuk merr pjesë as në çështjen e propozimit, në çështjen e procedurës së shortit, atëherë ka mundësi që gjykata mund ta legjtimojë faktin që këta ose këta përfaqësues e kanë humbur të drejtën që ta kenë aspektin e propozimit dhe aspektin e përfaqësimit të tyre në kuvendin e Kosovës, sepse qëllimshëm edhe me vedijet plot nuk po dëshirojnë të marrin pjesë në jetën institucionale të Republikës Kosovës. Po kjo është situatë dhe fakt krejt tjetër që mbase na nevojitet një konstatim tjetër i gjykatës kushtetuese nëse të prodhohet kjo situatë. Po unë nuk pres që kam e pas këtë frolloj. Nuk po them sigur që nuk pres, sepse jeta jonë politike po të çudit për ditë më shumë. Por megjithatë unë pres që kurdo që vjen dita që caktohet seanca e vazhdimit konsultimit kuvendit, grupi parlamentar i listës serbe duhet ta japë propozimin sepse ata nuk kanë shkuar rastësisht në gjykatë kushtetuese, ata kanë shkuar për çdo të drejtë. Pra kanë shkuar që më u legjitimuar e drejta e propozimit dhe rrjedhimisht edhe e drejta e zgjedhjes. Sepse është diskutuar shumë çështja e vetës. Pra a mundën këta që të përdorin veto? Nuk mundën këta me bëu veto për faktin se janë shumicë këta. Sepse edhe kushtetuta, edhe rregulloria e punës kuvendit kërkon që 61 deputet të votojnë pra këtyre kandidaturave. Nëse shumica janë shqiptarë, po deputetët shqiptarë janë shumicë të kuvendit të Republikës së Kosovës, këtë rast vetoja nënkuptohet që vjen nga radhët e deputetëve që janë shumicë në parlamentin e Kosovës, nëse ata nuk dojnë me votu. Pra ta zëm pavarësisht propozimeve që bën, thjesht nuk ka vot prej 61 deputetëve që japin
për zgjedhjen e këtyre personave si në kryetarët kuvendit të Nga Kosovës. çfarë votua vullnet aktgjykimi që duhet të jetë i publikuar nga gjykata kushtetuese duhet të jetë bajage nëse mund të themi precis për mënyrën e nënkryetarit komunitetit serb, nuk duhet t'jap hapësirë. Shikoni, shteti i së drejtës e ka edhe elementin që vendimet e gjykatave, të përfshirë dhe gjykatës kushtetuese, duhet të jenë vendimet që garantojnë parimin e sigurisë juridike, themi na. Çka është siguria juridike? Është bazamenti themelor i asaj që në një vendim duhet të jetë i qartë. Duhet të jetë konces, i qartë dhe i parashikueshëm. A kanë qenë deri tani me këto vendime tjera, sepse kanë lënë shumë paqartësi ose të paktën ata që janë përfshirë pastaj partitë politike e kanë keq interpretuar, e kanë interpretuar sipas mënyrave të tyre. Unë jam jurist me profesion, ndoshta për mua nuk ka qenë fort problematik me interpretuar dhe me kuptuar esencën e gjykimeve të gjykatës kushtetuese, çka ka një element është i paqartë. Nuk shpjegohet pasoja, çka nëse nuk konstituohet kuvendi. Këtu unë besoj që gjykata kushtetuese edhe nuk e kuptoi arsyeën pse nuk ka dhënë sqarime në gjykimin e parë në kërkesën e dërguar nga Aleanca, nga deputetët e Aleancës për anëmin e Kosovës. A ka kompetencë që kushtetuesja të marrë vendim për të thuar pasoja? Për debat pastaj. Kjo është çështje pastaj edhe për diskutim edhe juridik edhe kushtetues, por edhe politik. Aktualisht, sipas kushtetuesës Kosovës, për shkeljet kushtetuesës, pasojë ka vetëm presidenti i shtetit. Pra, nëse presidenti i shtetit shkel në mënyrë serioze dhe trënd kushtetutën, ai ka pasojë të shkarkimit. Ministrat, deputet gjatë aktivitetit të tyre mund bëjnë veprime antikushtetuese, anulohet veprimi, por jo që ka pasojë të drejtë për drejtë ndaj të zëmë ati individi, ose ati zyrtari publik, qoftë ministrë, qoftë edhe deputet. Deri me tani, nuk kemi pas asnjë praktik të gjykatës kushtetuese, asnjë vendim, asnjë jurisprudencë që ka saktuar se cila është masa nëse deputetët të zëmë, brenda një afati të saktuar nuk e konstituojnë kuvendin e Republikës së Kosovës. Kjo është çështje për të parë në të ardhmen. Ajo që ka po vrejet në gjuhën kushtetuese të aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese, dhe tani më së fundi, gjykata e ka ndërlidhur çështjen e konstituimit në dy elemente. E para zbatim të rendit kushtetues dhe e dyta interes i qytetarëve të Kosovës, interesi më i mirë i Republikës që kuvendi të jetë i konstituar. Nëse ndodh hipotetikisht që brenda 12 ditëve të ardhshme s'ka don ky afat dhe këta deputet nuk e zgjedhin kryetarin e Komunitetit Serb dhe rrjedhimisht i bie që kuvendi nuk është i konstituar, besoj që gjykata në këto dy postulate duhet ta gjejë pastaj mënyrën se si do ta zbatoj ta zëmë një farë lloj sanksioni që do t'ju bëhet këtyre deputetëve. E nëse nuk e lë sanksionin atë çfarë? Vazhdojmë të jemi në blokadë institucionale apo çfarë? Nëse ta zëmë gjykata mund konstatojë që ka shkelje të kushtetutës, ka shkelje të rendit kushtetues të vendit, nuk është vepruar në interesin më të mirë të Republikës Kosovës dhe mund të theksoj që kushtetuta dhe rregulloria e punës kuvendit nuk i ka dhënë mundësi që t'jap sanksione, që t'jap ndonjë masë, ta zëm se sanksioni fjalë rënd është, po ndonjë masë kushtetuese ndaj këtyre deputetëve dhe thjesht mund të mbetet vetëm një lloj konstatimi deklarativ kushtetues. Pra, shkeljet kushtetuta nuk është konstituir kuvendi dhe rrjedhimisht nuk jap zgjidhje tjetër. Sepse thotë deri këtu i kam limitit dhe nuk mund të shkoj më tutje. Por unë nuk pres se do të vimi aty. Unë besoj që do të gjenden modalitete, do të gjenden interpretime, qoftë edhe bazuar në ndihimin e Komisionit të Venecias, sepse gjykata jon ka drejt me marrë ndihmë nga ana e Komisionit të Venecias dhe merr shiku ose merr shfrytzuar edhe praktikat e jurisprudencave të gjykatave të tjera kushtetuese, nëse ka ndonjë rast që deputetët e atij shteti nuk e kanë konstituuar kuvendin sipas obligimeve kushtetuese që i kanë pasur. Pra, do të gjenden, unë besoj, edhe interpretimet bazuar në praktikën krahasimore dhe pastaj gjykata në përputhje me këtë interesin e Republikës dhe zbatimin e rendit kushtetues, besoj që duhet përfundimisht pastaj ta jap një sqarim se cila është masa. Pra, ato të ketë zavancim të këtyre deputetëve, sepse mund të jetë. Pra, që po e them, një opsion mund të jetë që nëse nuk përmbushet ky detyrim, këta 120 deputet nuk e konstituojnë kuvendin brenda këtij afati, atëherë nuk e përjashtoj mundësinë që mund të ketë situatë që gjykata vlerëson që duhet të zavancohen këta deputet dhe duhet vinë përfaqësues të tjerë. Pra, që janë në pritje që kanë qenë kandidat në lista zgjedhore në këto zgjedhje parlamentare që kanë marrë vota dhe që janë potencialisht gjëja ka praktika të mëhershme së të vendeve të tjera. Kjo pastaj çështje që i vjen gjykatës ku madje ku e gjatë që ta arsyetoj edhe nëse merr masën e fjalë. Ose opsioni më i lehtë, unë besoj edhe më i thjeshtë që mund të jetë, është që ta interpretoj frymën e nenit të të kushtetues. Çfarë thotë neni të të? Sharon që nëse brenda 60 ditëve nuk zgjedhet presidenti, thotë kuvendi shpërndahet, shkojmë zgjedhjet parakoshme. Nëse brenda 60 ditëve nuk formohet qeveria, shpërndahet kuvendi, shkojmë në zgjedhjet parakoshme, më e lehtë dhe më e thjeshtë mbasa do të jetë, unë po supozoj, që në frymën e interpretimit të nenit të mund konstatoj që ne kemi vendosur një afat 30 ditor, ju se keni zbatuar këtë afat 30 ditor, se keni respektuar rendin kushtetues, atëherë ashtu siç
thot kushtetuta në 1982 që shkohen zgjedhjet për mos zgjedhjet presidentit dhe të qeverisë, e ne ta vlen edhe për mos zgjedhjen e kuvendit ose mos konstituimin e kuvendit, dhe kështu rrjedhimisht mund të jetë një lloj interpretimi ose si një mund të merret si një standard jashtëzakonshëm në një situatë kur edhe vërtet është e jashtëzakonshme, sepse nuk pritet. Është një optimizëm i tepruar tani nëse e shohim që as vendimin e para serën e kaluar nuk e parashikoi këtë situatë. Absolutisht, po këtu ka një hezitim të gjyqtarëve gjykatës kushtetuese. Unë kam pa një lloj hezitimi të jurisprudencës edhe të gjyqtarëve gjykatës kushtetuese që të themi ashtu të vendosin paraprakisht masën. Sepse ata sigurisht nuk e kanë paragjykuar situatën, edhe me drejtë në mendoj. Sepse ata nuk mund ta dinë që këta deputet e kanë qëllimin mos me konstituu kuvendin. Ata vazhdimisht po mundohen të edukojnë këta deputet, t'ju bëjnë qartë që kanë përgjegjësi edhe obligim kushtetues edhe qytetar, sepse janë tek fundit janë zgjedhur nga qytetarët e Republikës së Kosovës që shtetit ja ofrojnë parlamentin e konstituum dhe është interes edhe i qytetarëve, por edhe i tyre edhe i shtetin përgjithësi që këta zotërinj ta përfaqësojnë shtetin në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka dhënë një betim dhe atë betim e kanë dhënë në përputhje me atë që do ta zbatojmë kushtetutën dhe rendin kushtetues të Kosovës. Prandaj nuk pres, po them, nuk pres që të dështoj këtë procedurë. Nuk pres që kuvendi të dështoj të konstituo, sepse fundi në fundit besoj që do të reflektojnë partitë politike, ndoshta jo partia e parë fituese e zgjedhjeve, sepse ata janë e kanë kështu qëndrimin e qartë se zvotojnë asnjë kandidat të listës serbe, por megjithatë mbase kam një farë lloj shpresë, edhe pse jo e sigurt, por që deputetët e partive të tjera parlamentare mund t'japin votën dhe ta kalojnë këtë çështje dhe pastaj hyj në afate kushtetuese të themelimit të qeverisë dhe gjithçka është e qartë pastaj. Përkundër gjitha këtyre vendimeve kushtetuese përsëri vullnet po vim te një marrëveshje politike apo jo, që po i bie që gjykata kushtetuese jo gjithmonë do duhet ta zgjidhë situatën, nuk mund të jap zgjidhje një problemi politik apo jo. Personalisht mendoj që kjo çështje fare s'kan qenë as problem kushtetues e as juridik. Këtë ka qenë problem politik. Por që nga fillimi, për shkak të mungesës dhe gatishmërisë dhe unë them mungesës së vullnetit që subjektet politike parlamentare në Kosovë nuk kanë pasur asnjë lloj gatishmërie që të kenë kompromis, hajde jo për me bë koalicion, por madje as për me konstituu kuvendin, as për me bë ndonjë qeveri, qoftë edhe po thua që interesat partajake kanë qenë para, jo interesi qytetarëve dhe formimit të institucionave. Unë besoj që është çështje e interesit partijak edhe interesit madje ndoshta edhe personal të disa liderëve të partive parlamentare në Kosovë. Por, nëse i kthehemi gjykimeve të gjykatës kushtetuese, ju kujtoj si në rastin e parë, edhe në vendimin e dytë tashmë të kërkesës që e shfrytoi vendim në rastin e PDK-s dhe LDK-s, gjykata e ka atje një sqarim kur thotë që është privilegj, është detyrë, është përgjegjësi e grupit parlamentar fitues të zgjedhjeve ose e partisë fituese, e subjektit fitues të zgjedhjeve që në nënfrymin e bashkëpunimit, në nënfrymin e kompromisit bëj përpjekje që të bëj kompromis dhe të gjej dhe të formoj shumicë parlamentare. Realisht unë mendoj që kjo dispozit ose ky lloj dispozitivi i gjykatës apo edhe arsyetimi i gjykatës apo edhe kërkesa e gjykatës kushtetuese nuk është zbatuar ende. Pra ka një element që nuk është zbatuar nga ajo çka ka kërkuar gjykata kushtetuese që nga vendimi i parë. Po ashtu ka edhe çështje tjera që nuk janë zbatuar në përputhje me frymen e gjykimit të gjykatës kushtetuese. Ne kemi pasur deputet që s'kan marrë fare pjesë në votim. Herën e fundit kur patëm seancë, është obligim që të merrni pjesë në votim. Nuk ta ndalon gjykata me votu kundër as me abstenu. Por gjykata thotë që shkelni kushtetutën nëse nuk votoni fare. Pra rrjedhimisht sepse kushtetuta thotë ju kërkon që ju të shprehni kështu aktivizëm parlamentar në kuptimin e manifestimit të votës, sepse na si qytetari ju kena votuar që ju me votën e ju me përfaqësu vullnetin tonë në parlament. Prandaj në këto dy ose tri elemente nuk është respektuar në tërësi gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese, sepse ka pas deputet që s'kan votuar dhe s'kan marrë pjesë. Megjithatë, meqense ka arritur të zgjedhë kryetari, është përmbush një standard, është përmbush pika 3 e rendit ditës zgjedhja e kryetarit, dhe tani jemi në pikën e 4 të zgjedhjes së nënkryetarëve. Por e thash edhe një herë në fillim, se çysh do të veprohet më tutje, do ta presim arsyetimin e plotë të gjykatës. Megjithatë vullnet tek kjo nënkryetarit serb, tani po besoj që edhe rregullat e lojës do të ndryshojë edhe mënyra se si e përcakton. Nëse ata do të shkojnë në pako apo nëse vendos ndryshe, sepse nëse shkojnë në pako atëherë e obligon edhe partinë e parë që për shkak të komunitetit jo shumicë tjetër, që nuk e takon serb, do duhet ta ngrisin dorën për të votuar apo çfarë. Nëse
elaboron gjykata kushtetuese, arsyeton që procesi i zgjedhjes së nënkryetarëve të komuniteteve jo shumicë duhet të bëhet njëjtë sikur është bërë për 3 nënkryetarët e 3 partive më të mëdha shqiptare, atëherë do të propozohen 2 kandidaturat edhe një herë të komuniteteve jo shumicë dhe të dytë kandidaturat në pako, pra në këtë rast me një votim duhet të kalojnë, pra me 61 vota. Nuk e di ato të votojnë apo jo subjekti parlamentar ose deputetët e subjektit parlamentar të lëvizjes vendosje, por nëse këta deputet kanë qëllimin e zbatimit të rendit kushtetues dhe interesin më të mirë të Republikës Kosovës dhe të zbatimit të këtyre gjykimeve, unë besoj që ata ose e kanë qëllimin e mirë me konstituu kuvendin, ose e kanë qëllimin e keq që mos me konstituu kuvendin dhe me lënë çështjen peng dhe me vazhdu ende kjo bllokadë dhe ky vakum ligjore kushtetuese politik madje. Prandaj duhet me prit dhe duhet shohim në ditën kur fillojmë ose kur të hyjmë fuqi ky gjykim dhe pastaj besoj që paraprakisht edhe do dalin edhe me komunikata edhe me çndrime politike të prera edhe të paralajmëruara të gjitha subjektet politike dhe aty do ta shohim gjendjen pak a shumë se si do të jetë përfundimi i saj. Megjithatë, vullnet për ta sqaruar për publikun, kjo ideja votimit në pako të nënkryetarëve tani pse është bërë, pse është ofruar gjithmonë kjo praktikë, sepse nuk kërkohet apo jo, po megjithatë ka qenë si praktikë. Shumë pyetje me vend, Për shkak se, imagjinoni. Hajde ta zëm që nga viti 2000 kur ne kemi fillu në atë kohën e ekonomizës së përkohshme kushtetuese, kur është themeluar qeveria e përkohshme, kuvendi i pas luftës së tjetër, po të ndjeki unë mendoj logjika që të votoheshin darës secili propozim i kandidatëve për nënkryetar të kuvendi, kishme me ardhur në një situatë kur mbase edhe kandidatët e partive shqiptare s'kishin mujt me pas përfaqësim në kryesitë të kuvendit. Sepse ish dalë një parti që e ka shumicë dhe s'ti kish votu asnjë kandidat tjetër. E kish mbajt pozicionin e kryesisë vetëm për vete ta zëm. Ose te aspekti i komuniteteve. Meqense se këta kanë sipas kushtetutës, ta kanë përfaqësim garantuar. Dhe përfaqësimi i garantuar nënkupton që ti si shtet, domosdo duhesh me kriju kushte dhe mundësinë që si shumicë këtë rast, që këta persona, kjo kategorie e personave tjetë e përfaqësuar në Parlamentin e Kosovës, sepse ata fundi përfaqësojnë komitetin e tyre. Nuk është që ka pesh fort pjesëmarrje në kryesitë të kuvendit, por është ideja që ke marrë zotime, edhe ke dhënë edhe premtime, edhe zotime, edhe ndërkombëtare, edhe kushtetuese, pra si lloj detyrimi që në momentin që e fiton shtetin, pavarësinë dhe shtetin dhe krijohet t'japet një kushtetut, ti kemi uzotuar që çdo standarde të kësaj kushtetute me i zbatu, që përfaqësimi i tyre mos me u mohu në organet më të larta kushtetuese të vendit. Leo ta sqaroj edhe një fakt. Kosova nga viti 2008 ka krijuar një identitet kushtetues. A dini çfarë kupton kjo? Identiteti kushtetues nënkupton si situatën kur përveç kapitullit 10 kushtetuesës që janë të parimet ose të përkufizimet kryesore të shtetit, pra të parimi i suverenitetit, të parimi i pacenshmërisë së territorit, ose parimi i respektimit të parimit për ndarjen e pushteteve, forma e regjimit politik që kemi, ose forma e pushtetit shtetëror, Republikë Parlamentare Demokratike, mes tjera ka edhe kapitullin 2, po që si shtyllë e dytë, që flet për garancionet kushtetuese dhe ndërkombëtare mbi zbatimin dhe respektimin të drejtave të njerëzit në përgjithësi, dhe kapitulli 3 është ndër bazamentet e identitetit kushtetues Kosovës, që flet për garancionet që janë ofruar komuniteteve jo shumicë në Kosovë, respektivisht komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera. Madje unë mendoj që në një farë lloj aspekti të kështu, komuniteti serb është paksa më i privilegjuar karshi komuniteteve të tjera jo shumicë në Kosovë, për shkak se i gëzon disa beneficione, unë mendoj paksa më të zgjeruara se sa komunitetet e tjera, qoftë të përfaqësimit të tyre, qoftë edhe të disa pozitave që i kanë për komunat e Republikës Kosovës, sepse ju i dini që decentralizimi në Kosovë është pranuar pikërisht për shkak të krijimit të komunave me shumicë serbe. Në këtë rast të disa zonave që do duhet me pranuar si kompromis që më dhon të drejtën atyre që ti qeverisin disa lokalitete të tyre. Prandaj, meqense na kemi këtë identitet kushtetues, na nuk mund ta mohojmë vetveten tonë. Dhe rrjedhimisht deputetët tanë duhet të jenë të vetëdijshëm që përfaqësimin e garantuar të këtyre komuniteteve, kurse qofshin ato, e ki detyrim kushtetues që ty të përfaqëson edhe të shpërfaq brenda suazave të identitetit ton kushtetues që kanë lindur me datë 17 shkurt dhe që është formalizuar me datë 9 prill kur është miratuar kushtetues. Dhe cila është pasqyra që e kemi prodhuar tani me këtë kërkesën që e kemi dërguar në gjykatë, që është dërguar në gjykatë kushtetuese? Fatkeqësisht është faktorizuar pa nevojë lista serbe dhe është faktorizuar pa nevojë çështja e konstituimit të kuvendit, sepse tash po interpretohet sikurse konstituimi i kuvendit po më ka më u bë domosdoshmë pa qenë edhe serb në kryesitë të kuvendit. Kuptoni. Edhe sa më mendoj që kur ta sqarojmë gjykata kushtetuese, ka më sqaruar faktin që
shumica parlamentare në këtë rast, gjitha partitë parlamentare shqiptare nuk e kanë luajtur rolin e tyre në përputhje me kushtetuesin, sepse nëse deri me tani gjykata ka legjitimu praktikën parlamentare në zgjedhjen e kryetarit, unë besoj që ka mesharuar që e njëjta praktikë, e njëjti precedent parlamentar e kushtetuesit vlen edhe për zgjedhjen e nënkretarëve. Pra, në këtë rast, nëse deri tani keni shkuar në votim në pako, cila është arsyeja që sot nuk po shkoni në votim në pako, vetëm se po detyronoi që një subjekt parlamentar që përfaqëson një komunitet serb të mos ketë përfaqësim fare në institucione shtetërore, po kjo është kundërshtim me kushtetutën. Sepse ti ke pranuar këtë kushtetutë e cila domosdo këtë përfaqësim e lejon dhe e garanton brenda organeve ose niveleve të larta shtetërore, si në parlament, si në qeveri, në gjykatë kushtetuese, si edhe në gjitha institucionet tjera, po thojse, edhe në komuna, edhe nëpër ministri, në fakt edhe në qeveritë të Kosovës, madje edhe në sistemin gjyqësor të rregullt. 30% e pozitave në gjykata e në prokurori duhet t'u takojnë komuniteteve jo shumicë. Prandaj na kemi këtë identitet kushtetues që po e quajmë që domosdo duhet ta legitimojmë dhe duhet ta pranojmë dhe thjesht duhet të jesim tutje. Për mos më ndodh kësaj lloj situata që me u faktorizu ndoshta një subjekt politik që nuk është që edhe na pëlqen kuptimin e asaj që e njeh dhe mirë shtetin e Kosovës dhe kushtetutën dhe ne e dimë se çfarë përfaqëson dhe kujt ti përgjigjet. Kështu politikisht tash po flas, megjithatë ne kemi marrë zotime dhe detyrime ndërkombëtare dhe kushtetuese me këtë kushtetutë që ne e kemi sot dhe brenda këtyre parametrave duhet të sillim si shtet. Përndryshe apo shefni që po na atakojnë kuptimin e asaj që po mohojmë edhe përfaqësim të drejtave të garantuara të këtyre komuniteteve. Pavarësisht që na i kemi arsyet tona, por ato arsyet tona nuk na qëndrojnë dhe nuk mund ta arsyetojmë askund në botë, për shkak se bota demokratike ka njohur mbi bazën e çdo premisave. Dhe nëse ti sot i shkel, normalisht që të vendosin sanksione, të vendosin masa përzulluese në projekte të ndryshme, prandaj edhe janë sfida që ne nuk do duhet të binem, pra do duhet të kalonim pa shumë zhurmë dhe thjesht të ecim tutje në përmbushjen e detyrimeve dhe mandatit tonë kushtetues. Po, atëherë vullnet falenderoj shumë që ishe sot këtu me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.